vjojmë të qëndrojmë tek diskutimi në studio, ndërsa aktualisht jam në studio me Dedi Koplikun për të vijuar të komentojmë edhe aspektin juridiku. Në fakt, ditën e nesërme zgjidhet kryeëri i SPAK, ndërkohë edhe sytë ndërkombëtarëve vjojnë të jetë në ky institucion. Do të marr një koment nga ana juaj në lidhje edhe me punën e bërë të SPAK-ut. Deri më tani shumë herë është anatemuar nga disa, po themi kështu, figura politike, forca politike, rasti zoti Berisha, por jo vetëm. Ju si e vlerësoni? Unë mund të më gjyku produktin e punës të SPAK-ut, sepse të flas për SPAK-un duhet me pas prova dhe nuk jam pjesë e fushës për me ju fol me detaje, por produkti i asaj që ka bë që nga 2016 pra që u reformu drejtësia dhe deri sot, ne kena një konsolidim të pushtetit të zotit Rama, kena edhe si mas OSB Odirit një drejtësie e cila do pësoj opozitën, pra duke majt në burgosje 333 dit liderin e opozitës dhe në hetim 2 liderat e tjerë, pra 3 liderat e partive kryesore opozitare. Kena një problem tjetër, pra që nuk kena të hetume ose nuk kena të qume deri në fund një hetim elektoral, pra që nolli, pra në vjedhjet e zgjedhjeve që Partia Demokratike ka denoncu me prova që ka nollë gjithë këto vite. Dhe në këtë sens, mu nuk më duket se SPAK-u as nuk minimizoj vjedhjet, pra nga 2016 të këne kena korupcionin më të madh që ka ndodhur në herë në Shqipëri, pra nuk paranaloj, nuk gjykoj, pra nuk kthej milionat e eurove të vjedhura edhe një herë në buxhetin e shtetit, pra ato miliona euro që kanë ikë, dhe kjo më ban mua me dyshu punën e SPAK-ut, por në drejtsinë e re, po themi, patjetër që ka individ me integritet të lartë dhe unë shpresoj që edhe në zgjedhjen e nesërme të jetë një person i cili ka integritet të lartë dhe arrin të imponohet pra në këtë sistem drejtësie i cili ka ato influencat e veta edhe sipas ish drejtuesit, pra drejtuesit aktual të SPAK-ut i cili ka thënë shpesh që ne kena një presion të lartë nga politika. Pra në këtë sens unë shpresoj që të ketë një lloj edhe të marrë parasysh edhe ndryshimet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ne e dina që ka një lloj impaktit, pra Departamenti i Shtetit edhe tek drejtësia, unë shpresoj shumë që të ndryshojnë qasja e SPAK-ut dhe mitana produkti politik, sepse ajo më intereson mua. Pra të ketë një mundësi për me zgjallë të lirë shqiptar. Në qoftë se kjo arrihet për mua është shumë i suksesshëm SPAK-u, sepse në qoftë se kena votë lirë, kena demokraci funksionale, edhe problemet e tjera zgjidhen siç janë problemet e korrupsionit. Është kjo diçka që në këndvështrimin tuaj mund të jetë afat shkurtër apo do duhet ende kohë që të arrijmë në atë standardin europian? Duhet të ketë vullnet fillimisht. Nëse ka vullnet politik, ajo arrihet. Sigurisht që proceset marrin kohën e vet, por unë dua që të ketë një vullnet pozitiv politik për me arrit ato që sapo thash. Nuk është çështje sa kohë do ndon shumë kohë, sepse e keq është shumë e madhe dhe shumë e thellë. Sidomos në 12 vitet e fundit ku korrupsioni ka arrit nivele alarmante dhe bashkëpunimi i qeverisë, pra siç e pamë edhe tek raporti i fundit i Departamentit të Shtetit i lidhur me narkotrafikun tashmë në nivel botnor, nuk është më thjesht nivel rajonal, por është nivel botnor, sepse u fol këtu për goditjen e grupeve kriminale. Bëmë pa në vitin 2009, 2010, 2011 ne kishim kapje disa kilogram kanabis bile, as këto, sa të flasim për tonelata kokain. Dhe në qoftë se ne, do më thënë si mas ekspertve, kapja ka të bëjnë, është një raport proporcional me sa transportohet. Pra në qoftë se kapet 100 gram, po jep një shembull kështu për me thjeshtësu, qoftë se kapet 100 gram, do më thënë që 1 kile është transportu. Dhe në këtë sens, fakti që kapen tonelata, një pjesë tjetër pra tregon për trafikun e nalt drogës që buron nga Shqipënia. Dhe kjo në shumicën e rasteve është bën nga policia e shtetit italian, shtetit grek. Është fenomen që shtrihet në fakt edhe tej Shqipërisë. Patjetër, po është një fenomen që buron nga Shqipënia dhe në raport me Shqipërinë ka një rritje eksponenciale. Okej, desha të rikthehen vetëm pak se sigurisht tani ta mbyll me i batut këtë çështjen e SPAK-ut. I thoni SKAP apo SPAK? Unë personalisht i them SPAK me që më pyetni për SPAK-un. SKAP e ka përdorur zoti Berisha dhe e ka shpjegon pse e përdoret. Në raport me lëvizjet politike tani më që zoti Berisha ju thatë atë të zotit Saliani nuk deshta komenton një gjatë e pat si thjesht një diçka, një takim. Jo, komentuam, besoj që ka marrë pjesën më të madhe të bisedës tonë, kështu që më gjatë se kaq thonë që abuzojmë ndaj me të vërtetën. Vërteta është ajo gjithmonë që shfaqet. Patjetër.